Ishte ky një paralajmërim të nderuar shikues për kampionatin ballkanik në ciklizëm, edhe për këtë arsye jemi me zotin Nuhiu në lidhje të drejtë për drejtë, i cili pra thash është kryetari i Federatës së Ciklizmit. Zotin Nuhiu, përshëndetje. Përshëndetje nderuar. Faleminderit shumë për kohën, një aktivitet i jashtëzakonshëm që pritet me u mbajt të premtën në Kosovë, rrjedhimisht një aktivitet i cili do mbledh shumë ciklista apo jo? Po, faleminderit shumë për këtë intervistë. Do të mblidhen nga 10 shtetet ballkanike, për cilat janë 12, mirë po do të vinë në 10 dhe kanë filluar të vinë, janë duke akomoduar në hotele. Do të jetë garë shumë e vështirë, dihet që kemi edhe zgjedhje parlamentare. Jam në një restoran duke biseduar dhe anash i kam edhe policinë e Kosovës, një bashkëpunim të ndërsjellë për arsye që si të mbahet mbarvajtja, për arsye që do të jetë shumë e komplikuar dhe shumë e ngarkuar për këto 3 ditë dhe unë me të vërtetë i falenderoj shumë për mbështetjen të cilën e kanë bërë dhe janë duke e bërë, dhe me të vërtetë një sfidë jashtëzakonisht për herë parë pas 11 viteve të pranimit të Federatës së Ciklizmit Kosovës, me të vërtetë vështirësi sepse ka shumë kategori. Janë 6 kategori, gjeni femërore dhe mashkullore dhe me të vërtetë një ngarkesë kogja e madhe për Federatën e Ciklizmit. Mirë po, besojmë që së bashku do t'ja dalim edhe këtij eventi shumë rëndësi. Ky është dita botërore e bicikletës, do të flasim edhe për këtë pjesë, po kisha dashur me u ndal te kampionati, një aktivitet kështu shumë i madh apo jo, zotrin Nuhiu, sa ka qenë sfidues, duke ditë rrugët tona ku do të kalojnë këta ciklistë. Qysh është pjesa logjistikës, më intereson. Rrugës magjistrale do të jenë Orbër Xhaferi dhe do të jenë Ibrahim Rugova dhe do të jetë për 3-4 orë të bllokuara prej premtës, shtunën edhe të dielën. Dhe problemi më i madh është të dielën ku jemi duke biseduar, duke u konsultuar, ku jam në takim tash mbi 3 orë se si të bëhet mundësia, sepse paradite do të jetë bllokuar 2 orë dhe pastaj 3 orë gjysmë do të jetë, ku do të jetë një shtek shumë i gjatë dhe është kategoria më e fortë dhe do të ka ekip shumë rëndësi aty, sportistë shumë me nivel të lartë botror dhe po shikojmë si ta bëjmë. Sa i përket ditës botërore, po është ditë botërore sot e bicikletës, edhe Federata e Ciklizmit Kosovës, po edhe Federata Botërore ka uruar të gjithë qytetarët dhe të gjithë federatat për një urim dhe do të sensibilizohemi, do të punojmë nuk vetëm për sport bicikleta, por është edhe mjet transporti, është mjet i zhvillimit turizmit malor, i zhvillimit edhe i ekonomisë në Kosovë dhe besojmë gradualisht po hynë në një trend tjetër më të madh prej ndodhjes së pandemisë në vitin 2020, ku me të vërtetë ka ndryshuar çdo gjë për të mirën e ciklizmit në Kosovë. Kush do të jenë këta ciklistë, zotin Nuhiu, janë me përvojë besoj, pasi që për ta nuk do të jetë gara e para, apo jo? Edhe kush do të na përfaqëson neve si shtet? Në këtë garë të parë do të na përfaqësojnë për herë parë edhe gjenia femërore në 2 kategori, junior dhe elitë, dhe me të vërtetë është të vesh uniformën e Kosovës për herë parë, është një ngarkesë psikologjike për to, por mendojmë që ta bëjmë atë mirën, sepse Federata Botërore na ka besu këtë event para përgatitje për lojrat mesatare dhe për ndonjë event më të madh të cilën duhet të na besojë dhe të na jap për të ardhmen, edhe kështu në këtë mënyrë të zhvillohet edhe sporti për turizmin në Kosovë, sepse po shihet që ka nisë të marrë një trend i zhvillimit turizmit në gjitha hapësirat e Kosovës. Mirë, ka qenë sfiduese ky organizim që ka është kërku prej Federatës Ndërkombëtare të Ciklizmit për me realizu një... Po, ndëgjone, kjo është arsyeja. Në janar e kemi marrë këtë event dhe unë ne i falenderojmë. Tash të kemi marrë, ne ka dhënë dritën e gjelbër, mirë po ne në brenda na vijnë të punojmë më shumë, të punojnë klubet më shumë, të punojnë institucionet të përbashkëta si motra e Ministria e Infrastrukturës, Qeveria e Kosovës, Ministria e Sportit, ta kenë një bashkëpunim të ndërsjellë, një marrëveshje memorandumi, se me të vërtetë kemi probleme se atë ditë përveç policisë që do të jenë në rrugë, do të jenë edhe bashkëpunëtor për mirëmbajtjen e rrugës, ku do të vënohen kona, do të vënohet siguria dhe është një armatë e tërë për përgatitjen e këtij eventi, sepse
me të vërtetë është shumë me rëndësi kjo. Edhe po e shohim ndoshta edhe për shkak të shtegut. Është i përshtatshëm shtegu, pasi që nga janari keni marrë të drejtën, kanë ardhur zyrtar të federatës ndërkombëtare me pa. Gjitha rrugët janë Po, veç sot kanë rrinë ata janë 4 dhe kemi edhe një përfaqësues fatmirësisht është shqiptare e cila punon në Federatën Botërore, është nga Kosova, përndryshe nga Ferizaj, Teuta Sheo, cila do të jetë koordinatore gjithë këtij eventi ku do të raporton se si ka bërë mbarvajtja. Unë mbi gjitha, unë falenderoj të gjithë ata që vinë, falenderoj edhe gjithë sportistët, po edhe gjithë stafin e federatës së bashku me departamentin e sportit për janë. Duket që është ndërprerje për momentin. Po, zoti Çdo event edhe unë i falenderoj të gjithë për këtë event shumë në rëndësi. Mirë, zoti Nuiu, keni pas përkrahje nga ministria, nga komuna, si ka shku? Nga ministria ne falenderojmë po, si gjithmonë, kemi bashkëpunim të jashtëzakonshëm. Kjo është garë ndërkombëtare dhe duhet të mbështetet dhe kam pa përsipër që të mbështetet dhe unë me të vërtetë i falenderoj shumë. Sot është edhe dita ndërkombëtare e bicikletave, apo jo, dhe besoj që edhe ju si federate e shënoni këtë ditë. Megjithëse ka shumë ankesa që nuk po ka edhe bicikletat, paktën për Prishtinë, janë bërë disa, po s'ka shtege në shumë vende të Kosovës, nuk janë ato shtigjet për bicikleta. Çfarë po bëni ju në bashkëpunim me komunat që me të vërtetë të shtohen bicikletat, pasi që është shumë e nevojshme në fundit, edhe me mbrojt ambientin, po edhe për shëndet, është e mrekullueshme. Tash të qeveria e re në krye me Ministrinë e Ambientit, jemi duke punuar që të sensibilizohet edhe shtigjet malore, sa i përket shtigjeve në komunat e Kosovës, dihet që Prishtina ka një problem të jashtëzakonshëm infrastrukturor, ndoshta të komunikacionit shumë të ndendur të veturave, e sa i përket pozitës gjeografike, Prishtina ka mës problemi, ndoshta për arsye se ka pak rrugti ka malore, janë nuk është që është Ferizaj, Gjakova, Fush Kosova, po edhe të them edhe Prizreni, dhe mendojmë që së bashku me kryetarët e komunave po zgjidhim mundësinë më të mirë që të punojmë. Po, jemi duke bashkëpunim gjithmonë me ta dhe me të vërtetë po kemi mundësi dhe po shikojmë me inxhinierët e tyre të rregulluar. Në Ferizaj është duke u punu, në Prishtinë ka punu dhe është duke u punu, në Fush Kosova ashtu, Gjakova ka punu dhe në nevojë që edhe Mitrovica të punojë sa më shumë, por dihet që edhe Prizreni ka vetëm parkingjet e bicikleta në Prizren janë të jashtëzakonshme të cilat i ka rregulluar kryetari e asoj komune. Kryetar, ka masovizim të këtij sporti në vendin tonë, vren, sidomos në këto aktivitete, e shtojnë këto masovizimin, pasi që me vërtet përpara ka pasur më shumë ciklistë. Po, është e vërtetë. Të them të drejtën, përkushtimi i rinisë për ky sport është shumë pak më i vështirë. Është sport i rënd, përgatitje fizike dhe sport i shtrenjtë. Për sport shtrenjtë s'kemi çka të themi, por sa i përket përgatitjes fizike, llogaritni që një ciklist i moshës 15 vjeçare minimumin në ditë duhet me vozit 50-60 km për me marrë një performancë të mirë, për me qenë ndër të parët. Por a ka mundësi, a duhet të punohet më shumë, ne i falenderojmë ata që janë duke punuar në këtë aspekt, por klubet duhet të punojnë pak më shumë, është rregulluar ligji për sponsorizime, duhet të punojnë dhe të kërkojnë jo vetëm ta presin kuvendin komunal, po ta asoj ku është klubi i licencuar, po të punojnë atë shikojnë mundësi të gjejnë sponsorizime. Ne i falenderojmë familjarët ku fëmijët e tyre i dërgojnë nëpër klube dhe kjo do të punohet edhe në shkollat tona të re, të shkollës fillore, të zbulohen profesorët e edukatës fizike, të gjejnë rinin, të gjejnë mundësinë edhe të zbulojnë talentet jo vetëm në ciklizëm, sikur që ka qenë më herët, të zbulohen talentet të mirë dhe të ecim në arena ndërkombëtare, na presin shumë sfida me brenda 4 vite do të kemi shumë evente ndërkombëtare të forta, jo vetëm në ciklizëm, por edhe shumë në sporte tjera, pasi që janë pjesë e Komitetit Olimpik dhe kam dieni për të senes që çka do të ndodhë në Kosovë. Si i kemi punë me klube, zoti Nuiu? Po Kosova për momentin i ka 8 klube të licencuara dhe kur është fillu federata dhe kur unë kam marrë pozitën kanë qenë 5, gradualisht kanë qenë
12, por gradualisht janë mbyll për arsye shkaqe të cilat ne nuk i dim, por besoni jemi duke punuar që të masivizohet edhe të bëhet përgatitja në për klube dhe në garat shkollore që të futet kurikulat shkollore, të futet edhe ciklizmi si pjesë e sportit, jo mësimor. Mirë, sa i përket garuzve, besoj që kemi talent, kemi ndonjë garuz të mirë tash që mundet me na përfaqësu edhe të premten, po edhe në arenën ndërkombëtare jeni duke punuar këtë Po, drejtim. këto janë testi jonë kryesor, kampionati ballkanik. Kemi junior dhe kadet dhe shikojmë çka po ndodh. Tashti na në junior dhe kadet kemi 2 ciklistë shumë të mirë, po shikojmë edhe në elite kemi një ekip të jashtëzakonshme, prej 6 ciklistëve dhe në kategorinë junior dhe kadet kemi më pak, sa ashtu jep rregulloria dhe shikojmë tash çka po ndodh. Këto është pak edhe foti dhe kushtet klimatike, ndoshta po flitet që do të ketë shi, shikojmë se si sa është mundësia. Mirë, kemi përfund kur do të filloj aktivitetit të premten, sa orë do zgjate, përmendë 3 orë do të jenë rrugë të bllokuara, si do të jetë agjenda gjatë ditës së premte? Do të jetë të premten në ora 2 do të fillon kronometri në Ferizaj deri në Lipjan, pastaj të shtunën do të jetë gara për kadet junior 2 gjenive, dhe pastaj të dielën do të jetë paradite gara me femra dhe pastaj mbasdite do të jetë edhe gjenisë mashkullore dhe une ju los qytetarët në mirë kuptim të cilët kanë të udhtojnë në për aeroporte apo në shkaqet që kanë për shëndet, diçka unë ju kërkoj falje shpirtnisht në emën të federatës, në emën të shtetit Kosovës, sepse është çështja e sigurisë për bllokimin e rrugës. Besoni që ka mbet vetëm kjo autostrada, ne kemi pas shumë probleme më hershme sportistë të cilët kanë ndodhur në aktivitete të cilat kanë qenë të lënduar shumë në aksidente dhe mbi gjitha dhe sekretari i Federatës Ciklizmit Kosovës ka pësu para 3 javëve një aksident kogja të madh dhe është në gjendje kogja të vështirë, ku është me fraktura dhe është për momenti pa lëvizshëm në spital. Kjo është problemi jonë dhe sfide jonë dhe me të vërtetë Sport Tiranë dhe ka ngarkesa kogja edhe për klube, edhe për sportistë, por edhe për federatën, që federata bën më të mirën për rrugën e sigurisë sportistës mbi gjithashtu jeta e sportistit. Ju urojmë sekretarit shërim të shpejt, unë ju falenderoj kryetar për këtë lidhje të drejtë dhe vetëm ju falenderoj, po njëkohësisht edhe po i ftojmë bashkë gjithë qytetarë që të vinë edhe të premten të shohin sport, ciklizëm anë banë Kosovës ose ato pjesë që i përmendet ju. Ju falenderit shumë, ju kërkoj falje që jam këtu, por besoni e pamundshme sepse jam në stacionin policor të autostradave në Komaran, që të vijë për shkak të trafikut të madh ta zakohen të vijë në direkt në televizionin juaj. Ju falenderoj shumë, ju falenderoj si media dhe gjithë media të cilët po mbështetin këtë aktivitet. Faleminderit.